Ishin gjitha ngjarjet e javës, nderuar shikues, dhe ne jemi në studio për të nisur me pjesën e parë, intervistën e parë në emision. Ka mbritur në studio deputeti i kësaj legjislature në Kuvendin e Shqipërisë i Partisë Socialiste Ervin Demo, një herë është drejtues politik për qarkun e Beratit, ish kryetar i Bashkisë Beratit. Mirë se vjen zoti Demo, kënaqësi. Faleminderit për ftesën, Sina. Do të flasim për Beratin, ka shumë për të folur, për turizmin, se si ka qenë ecuria, si do tjetë, por lejoni fillimisht ju lutem të ndalem pak tek atmosfera politike, duke qenë se nuk ishin larg zgjedhjet e 11 majit, ju jeni nga kryetar bashkie, këtë herë do të jeni deputet i Partisë Socialiste në Kuvendin e Shqipërisë. Fillimisht urime dhe si ndiheni për këtë? Si e mendoni veten në poltronën e kuvendit? Patjetër që sidomos pas rezultatit në qarkun e Beratit, patjetër që kjo është një fazë e re, po që në jetën time personale, dhe me sfidat e veta, por shtatori do t'jetë, unë besoj, do t'jetë një muaj i rëndësishëm përsa i përket asaj çfarë pritet edhe nga pikpamja e zhvillimit të Shqipërisë në 4 vitet e ardhshme. Unë do t'jemi sinqert, nuk ka qenë lehtë, le themi, largimi nga Berati, ose lënia e postit kryetarit bashkisë. Si vendosët për këtë? Por që ka qenë një bashkëbisedim edhe me kryetarin e partisë, dhe besoj që ai cikël cilin unë fillova para 6 vitesh në Berat, dhe Berati fatmirësisht gjatë viteve të fundit ka bërë një transformim të jashtëzakonshëm, dhe në fakt dëshmia e këtij transformimi është pikërisht sektori i turizmit, i cili është bërë tashmë pjesë integrale e jetës së qytetit, dhe aq më shumë që vetë ky sektor tashmë ka përfshirë një zinxhir të tërë sipërmarrjesh, të cilat e kanë gjetur veten në qytet, dhe ditë ditë qyteti është duke krijuar energji të reja që e bëjnë qytetin edhe më të mirë. Por unë mendoj që siç është jeta, patjetër politika ka ato fazat e veta, dhe unë besoj që ai ishte një cikël, ky është një cikël i ri, cili unë shpresoj që patjetër do jem angazhuar me të njëjtin dedikim dhe pasion që e kam bërë në Berat, do ta bëj tashmë edhe në parlament. Por ajo çfarë është për të përmendur, dhe unë do dua të falenderoja në fakt edhe gjithë qytetarët e Beratit, është rezultati të cilën e arritëm në qarkun e Beratit, është dhe fal punëve që janë bërë në qark, duke filluar patjetër nga qyteti i Beratit. Edhe mua më vjen shumë mirë që ajo të cilën unë besoj fort, që puna dhe transformimi në fakt është mjeti më i mirë për të bërë politik, qarku Beratit e dëshmoi këtë gjë me rezultat. Dhe është një rezultat i pastër, i pakontestueshëm, dhe aq më shumë është një rezultat i cili ka qenë kontribut i gjithë atyre njerëzve që kanë qenë të përfshirë në strukturat e Partisë Socialiste, prej muajsh e muajsh të tërë, sepse ne nuk bëjmë fushat 30 ditë e fundit, por ka qenë një proces shumë i gjatë. Ju thoni